Mirëmëngjes, ju përshëndes, paçi një ditë të bukur sot. Në shoqërinë e Rezi Dielli padyshim për bisedat që kemi vendosur të zhvillojmë në ditën e sotme, padyshim edhe për recetat tek të cilat vetëm do gatuajmë, por edhe do të komunikojmë me ju. Sot kemi një personazh të njohur në fushën dhe kontributin e saj që ka dhënë në fushën e shëndetit mendor, ajo është psikologe, por së fundmi ka marrë një vendim për t'u angazhuar në politik, pasi do të marrë pjesë në zgjedhjet e majit. Çfarë e shtyu Edlira Drymishin të marrë pjesë në zgjedhjet e të futet në politik, dhe më pas do të flasim dhe për një temë tjetër në lidhje me emocionet që përjetojmë kur marrim vesh një diagnozë të rëndë për shëndetin tonë. Si duhet i përballojmë, çfarë teknikash psikologjike mund të na ofrojë Edlira për të ndihmuar veten tonë rreth të parë, po ashtu edhe të afërmit tanë që përballen me lajme të tilla të forta emocionale. Do të kemi rubrikën tonë Bëje vet me Stella Nikollën, e cila do të realizojë maska antirudh për fytyrën gjithmonë me produkte natyrale. Na ndiqni deri në fund, në kuzhinë do t'ju presim që edhe të komunikojmë së bashku për të ndarë mendime, receta edhe eksperienca në kuzhinë. Shkojmë menjëherë te Albana. Mirë se të gjeta, mirëmëngjesi, një ditë e re sot, me diell, besoj dhe uroj që t'jetë me diell deri në fund. Edhe po s'pati diell sot, kemi arritur që dhe diellin ta sjellim, edhe të gjitha, mjafton që ne të jemi mirë, buzëqeshët tona sjellin diell. Edhe besoj t'ju përcjellim sot, shpresojmë që t'ju përcjellim energji të mirë që ta keni këtu te xhepi për gjatë gjithë ditës. Do të gatuani me ne, për ata që në ndjekin zonjat që janë përpara ekranit, kemi speca të mbushura. Po. E kisha një recetë shumë e mirë. Kisha ardhur pak vafti për speca të mbushura. Kisha ardhur me thënë drejtën. Kemi kohë që në verë mbaj mend vjet se kemi bërë recetën e specave të mbushura, kështu që ka variante të ndryshme të mbushjes së tyre, dikush i mbush me mish të grirë, dikush pa mish fare. Ne do ta sjellim të plot sot recetën, me sa shoh Albana ka bërë gati mishin e grirë, orizin padyshim, specat për mbushje. Thjesht vetëm ujë, asgjë tjetër, dhe kam lënë që të jetë e thatë. Sepse më pas unë do shtoj qepën, por është një variant, të gjitha njësoj janë, por ne themi varianti i parë, varianti i dytë, e vë këtu që ne ka pak që të jenë avujt, vërtet që është e thatë, por është i butë si mish. Këtu kam orizin, dhe kur bëhet fjala për orizin, unë ja jap fjalën Andronikit. Orizin ton Skoti? Çfarë të thesh, çfarë të thuash? Çfarë të them unë ty dhe çfarë të them unë? Çfarë të thomi ne, ja. Çfarë të thuash? Po pse po jep limon? Jep limon, e kam lar. Një shplarje shumë të mirë. I shtojm limon si gjithmonë që unë e them. Më kanë rënë farat, nuk ka problem. A do t'i që farat e limonit janë njësoj si farat e kardamonit. Se fara e kardamonit është ajo që të jep shijen e limonit, po. Gjë që unë po në rastin ton, farat, nuk është se janë me ato aromën e limonit, po vim pak më të hidhura. Dhe ja një përzierje të mirë, nuk më duhet që t'jeti thatë. Çfarë ka lëshuar, ka lëshuar. E lë, më njanë. Kam yndyrën. Skoti gjithashtu na ofron shije dhe lloje nga më të ndryshmet e orizit, një nga markat më të mira në treg, importuar dhe sjell në vendin ton nga Teuta, nga mbretëresha Teuta, një kompani e cila kujdeset që tryeza jonë të jetë me ushqime plot e përplot, lloje të ndryshme, gati 1000 variante dhe larmishmëri, jo vetëm larmishmëri, po dhe cilësi, duke u garantuar që markat që importon, ambalazhon dhe shpërndan të jetë të cilësisë premium, të cilësisë maksimale. E tillë është edhe ky oriz, i cili vjen në disa variante të ndryshme. Ne kemi përdorur në radhë të parën fare nga Skoti, orizin e zi, venere, që kemi folur dhe për origjinën, për karakteristikat, për aromën, për shijen, për arsyen se si dhe pse ky oriz duhet përdorur, kur pra bëm atë sallatën e famshme me orizin e zi, që ishte shumë e shijshme
dhe shumë e shëndetshme, një oriz 100% i zi që vjen nga 2 rajonet kryesore që kultivojnë orizin, janë pak një numër i kufizuar fermerësh, e po ashtu dhe llojet e tjera të orizit skoti, siç është basmati, po atë finesën dhe aromën fantastike, karnaroli dhe arborio që ne i pasqyruam pak më herët me kamerën tonë. Tani, me një nga llojet e orizit, mund të zgjidhet për këtë recetë për mbushjen, kur ne kemi të mbushura golt nga teuta, arborio apo karnaroli, vjen një oriz i rumbullakët që mund të përdoret edhe për supën, mund të përdoret për pilafin, edhe për rastin e sotëm të mbushjes së specave. Si thuat, jo tregoj edhe një herë produkte se çfarë ju nevojitet anvisave tona për përgatitjen e specave të mbushur. Një recetë e preferuar kjo, 1 kilogram speca me tul, speca për mbushje. 1 domate, 1 filxhan e gjysmë çaj oriz, 3 filxhan e gjysmë çaj me ujë, 3 filxhan kafeje me vaj, 250 gram mish të grirë, 1 qep e madhe, 1 lugë supe salcë domate, 1 tufë majdanoz, pak nenexhik, krip dhe piper të zi. Pra, kemi recetën speca të mbushura. Kemi përgatitur paraprakisht vetëm mishin e grirë. E kemi tharë, e kemi kokrizuar, e kemi në tigan, kemi qepën që po e zbusim, po e kaurdisim, po ashtu Albana po përgatit edhe domate, do të përdorim edhe pak salcën star. Sikurse dhe domaten. Normalisht, nëse unë të shtë vetëm domaten, do jetë një ngjyrë roz. Gjë që tek specat, sido që t'jetë dihvër verë, sido që t'jetë speci, unë kur e bëj me mish të grirë, duhet ajo salca e kuqe që t'jap atë ngjyrën e kuqe. Unë vetë zgjodha të kem të salcë, do e zgjodha unë. Unë biles, e falenderoj që më zgjodhi mua. Shumë bukur. E falenderoj që më zgjodhi mua. Ka një salcë e kuqe, ka... Ja ta hapri, sepse... Shiko, freskia kur themi fresh, ja. Sepse salca star, që teuta sjell dhe vën dispozicion për gjithë familjet, në shportën e ushqimeve, është një salcë që përgatitet padyshim me domatet e sezonit. Kjo është e veçanta. Pra aty ka domate kur ka patur sezonin, ndaj dhe ne përdorim në rastet kur kemi gatime me domate, sepse dihet që tani nuk është sezoni domateve dhe nuk kemi si ta përgatisim salcën po aq të mirë të shijshme me gjitha vlerat që ajo ka brenda dhe shije dhe aromën dhe ngjyrën mbi të gjitha. Shtojmë tek qepa, salcën star. Shtoj pak fare ujë. Do të shtoj mishin e grirë. Pa shiko se thasht? Pra mua më duhet vërtet jetë e thatë. Ironitur. Bravo. Si ato roshnicat. Po. Dhe kur arrim këtë rezultat të mishit të grirë, ne kemi një kima shumë të duhur. Nëse ne kemi me kaq, duke shtuar pak kanel, pak sheqer, arrim të kemi salsën bolognese. Edhe furën në temperaturën 200 gradë. Domatet që unë i kam prerë në kubik. Opa, ja. Dhe i lë paksa të zbuten të treten aty. Shtoj një mas kripe. Përse nuk shtova sheqer? Sepse salca i ka të gjitha. Prandaj dhe unë nuk shtova asgjë. Tek qepa e mirat dhe është shtojmë pak fare sheqer. Pak fare piper dhe e lë të bëhet. Duke i vendosur edhe kapakun. Nuk më duhet të bëhen shumë. Por të zbutesë procesi du të vijoj patjetër edhe në furr. Ju, po të doni,
do të doni. E kalojmë në një nivel tjetër. A e duam shien edhe? E duam. Pa tjetër që e duam. Bëjmë gati ca gjethe. Do të shtoj orizin. Që ju keni diku tek, do i dua me kërcel, me kërcel. I do kështu si që janë? Me kërcel si që janë. Pra, marë, koper, majdanoz, sepse duhen që të kem i mbajtë lidhura, e shtoj më vonë. Më duhen bolshëm bimë aromatike. Tani me pranverën, unë thëmë dhe një kemi këtu të bashkës tonë të rezes. Po, më kryesore që është koper, majdanoz dhe nenexhik, pa tjetër që janë një domosdoshmëri në kuzhinë. Bëj një ka urdisje të lehtë të orizit. Aqsa të përthithen ujë që ka lëshuar, do thoni ju, a do të shosh në lëngë pa tjetër, por jep një shije të veçantë, pra është një ekstra shije. Pa gjalp, pa farë, sepse specat nuk duan gjalp, duan thjesht yndyrë, derisa unë të arri paksa, të bëhet e kokra pak më transparente. Do të shtoj bimët aromatike. I largoj. Razojmë përsëri pak. Avash do të bëhemi gati për të mbushur specat dhe për të vendosur në tepsi. Unë shikoj që është përtharë. Ja, e tillë. Si të shkam këtë masë, shtoj pakës ujë. Derisa pushon zhurma, aq ndalon edhe ujë. Sepse vetë gatimi flet. Patjetër. Është një proces i thellë. Duhet siç e kam, të dëgjojmë çdo shenjë pjesën të mbushjes tjetër. Tjetër të mbushjes, ja. E mua tiganin ta largoj, nëse të duhet për ujin. Pakës fare ujë, të shplem edhe tiganin, edhe japit. Opa. Kaq. Lëmbushjen. Tani, përsëri na duhet salcë që të shtrojmë shtratin ku do të vendosim specat. Për specat. Nëse unë do ta lë të tillë, pa i shtuar pakës ujë, do gaboj. Sepse do kemi tharjen e salcës në fund fare. Duke u larguar gjithë lagështia që ajo ka, transformohet edhe shija. Kështu që na duhet jetë e butë dhe gjatë zjerjes, po ashtu dhe lëngjet që do të pullojnë nga mbushjet e specave. E ti lë këto të dyja këtu. Mua më pëlqen që asgjë mos e lë. Sa të përthahen, tani të përthithen pak lëngjet. E lëm këtë pjesë, këtë moment dhe bëhemi gati me njerë pas mesazhit promocional që do të vi tani në këto çaste për suplementin bimor Prostatol, do të rikthehemi për të vazhduar recetën e mbushjes së specave. Ju presim.
Ok, rikthehemi për të vazhduar me recetën, për ta përfunduar ato faktikisht, do të vazhdojmë tani me mbushjen e specave. Kemi bërë gati mbushjen, aromat janë shumë të këndshme. Specat i kemi larë pastruar, hequr pjesën fundore të tyre dhe jo deri në fund kapakun, në mënyrë që të mbushen. Po të janë të hequra, ca jo, se s'është edhe një kush e di, po të doni ju shumë mirë. Kur keni mund të vendosni, po. Vetëm njëra ka pas ka qenë hequr. Mund të vendosni edhe domate. Atëherë. Domate për ta mbushur, po. Siç e kemi pasur tradit dikur, në tavë, në mes vendosnim atë domaten e mbushur. Lash edhe kripën këtej, sërish. Nuk e mbushim deri në fund, sepse Në të rritet volumi, po. Sërish të zjem. Në fund fare, ajo madh do t'jetë njësh me specin, një trup. Do të përthithen lëngjet, pra ajo deri në maj fare, në mënyrë që të presim që edhe me zirjen e orizit të rritet volumi dhe krijohet një mbushje perfekte. Mos harroni furrën e parangrohur, që ti ke e vendosi. Në është fikur për momentin. Dhe në temperaturën 200, apo jo? Gjithmonë është në varësi të furrave. Po patjetër që është në varësi të furrave dhe fuqisë që ajo ka për të pjekur dhe minutazhin gjithashtu. Në 200 është mjaftueshëm për këtë recetë që lëm diku te 30 minuta. Ja, se pas kam. Për furrën tonë, ndërsa për furrën tuaj mund të jetë patjetër në një minutazh ndryshe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 speca kemi për mbushjen tonë, fiksa për një familje mesatare. Kripën. I mbushni me mish të grirë, me oriz, domate, salcë, erza. Akoma që e kërkon mishin e grirë. Është akoma. Do shta nga vera kur bëhet e mbushja. Duhet në perimet. Në verë na qaset më shumë tava. Orizin e zi, përdojmë për salat, sepse për gatim nuk përdoret, vetëm për salatra, është tepër e këndshme. Është tepër e këndshme. Thjesht i kalojmë pak fare në zgar. Do bëjmë se këtu jemi që kështu. Kur ka të sezonin dhe stinën e vetë, të perimeve, të sezonit po flas, bëjmë atë tavën me të mbushura, po që përfshim edhe më shumë perime në të. Super, ja dhe e fundit. Sigurisht që do t'i spërkasim me pak vaj, në mënyrë që të mos na thahen, duken si të pjekura dhe të thata specat, pak krip për shijen në fund. Dhe direkt në furrë. Kjo ishte tava me specat të mbushura, që e morëm me vrap për të vendosur në furrë. Unë do të lexoj produktet se çfarë përmbante ajo, çfarë shtuam në të. 1 kilogram speca me tul, 1 domate, 1 filxhan e gjysmë çaji me oriz, të njëjtin filxhan e mbani si mas për 3 të tilla ujë, 3 filxhan kafeje me vaj ulliri, 250 gram mish i grirë, 1 qep e madhe, 1 lugë supe salcë domate, 1 tuf majdanos, nenexhik, krip dhe piper të zi. Nëse doni të shtoni për te këtyre erzave, kjo është në dorën tuaj, në varësi të shijeve që u keni, mundësive
Ka njerëz që duan në gjikun s'duan majdanozin apo anasjeltës, kështu që erëzat janë dhe shkojnë me çdo gatim. Tani, siç e shihni, ne ka mbetur pak mas, mbushjeje, gjë që nuk do ta çojmë dëm, padyshim. Do ta përdorim. Normalisht, që shtoj kripën, sepse shtova dhe masën. A kam tjetër unë aty në një gjë? Ne mjafton të shtojmë dhe një dorë tjetër me bimë aromatike dhe i apim, i tjetërsojmë shijen, i ndryshojmë pak atë. I që kam këtu. E largoj. Pra bëjmë një tavë me oriz, me salcë, me domate, në formë kime, duke i shtuar në të, edhe vezë do vital të kuqet. Atëherë, Niki, unë tani që them unë bëj gropën. Do të them që do të them. Bëj fole. Ju i një fole. Vezës për ta shtuar në të. Op, këtu. Një, do t'i shtojmë dhe pak krip pa dyshim aty. Opa. Ska problem. Këtu, op. 2 dhe e treta. Ja, me qenë se i kam duart me vezë, po i shtoj dhe pak krip dhe e pjekim, pra me mbushjen që na teproi për specat. Shtuam pak salcë, erëzat, bimët i ka vetë mbushja, 3 kokra vezë ovital dhe ja ku kemi një recet tjetër për ata që nuk i duan tek specat. Pak bimë aromatike. Ja. Tani këtu na pikoj pak... Nuk e di se çfarë i ndodhi banakut, po ajo letra e kuzhinës, me ato të verdhën, të bardhën e vezës, është shumë e mirë për maskë. Asgjë nuk i këndëm, i pse hodhe. Çfarë do të bëj që duart e rritës, jo, duart e rritës më kanë bërë të këndshme, sepse po të isha në shtëpi patjetër që pam, do qëndroj aty askush s'më shef, por këtu duhet kemi një çik. S'ka se do ta kemi më pas me banane, çfarë do bëj pastaj mas. Nuk ta kam prishur rendi. Kemi mas ka fytyrë edhe këtë direkt në furr, por poshtë. Jo sipër, sepse unë nuk dua që veza të më piqet. Po. Jemi ku jemi, nxehtësinë e kemi, vendos edhe përbërësit e mbushjes së specave, përveç specave do të shtojmë vezët, pra. Ndryshe nga receta e mbushjes së specave, këtë herë me masën harxhin e tyre, shtuam dhe 3 kokra vezë dhe përgatitëm një recet tjetër, pra një rrugë e 2 punë. Me një gur vram 2 zoq. Po, se ne me furën kemi një rrugë e 3 punë. Prap në furë kemi më pas. Atëherë jo, nuk kam. Atëherë unë përgatitemi për çfarë? Dikur, gatueshin shumë të brëndshmet e baktisë. Pra, kam mëlçi me domate të thata. Domate të thata, domate në vaj, po nëse nuk kemi, le na ndihmon salca, po nëse nuk kam salcën, na ndihmon domati, apo e duhura është domate të thata në vaj. Që kështu, i marr të gjitha dhe kalojnë recetën tjetër. Dhe rikthehemi pas reklamave për të përgatitur recetën që do ta tregojmë pas pak, me gjithë përbërësit e mundshëm. Mirë se erdhët në këtë pjesë të dytë të hapësirës tonë të gatimit. Ne po përgatisim tani mëlçit e viçit. Do të sillim një variant shumë të shijshëm sot. E nisëm me buzëqeshje se zonjën tonë Albana kishte kapur ora e muzikës në publicitet. Kështu që jemi gati tani për të sjellë një drek të shijshme dhe me shumë vlera. Pse me shumë vlera? Se duke patur mëlçit janë shumë të shëndetshme dhe padyshim të pasura me hekur edhe me mineralet të tjera të cilat i duhen organizmit, mjafton të gjeni një mëlçit të mirë,
të freskët dhe kjo është shumë e domosdoshme dhe pastaj mënyra se si ne e gatuajmë padyshim ka të bëjë me eksperiencën, praktikën edhe që të ruajmë të gjitha vlerat që ajo mbart. Përbërësi kryesor që vjen pas mëlçive janë domatet e thara. Regjia na ndihmon me recetën e shkruar, mëlçi tigani me domate, 500 gram mëlçi viçi, 5-6 domate të thara plus një domate e freskët, një qep mesatare, 4 thelpinj hudhër, 2 filxhan kafeje vaj ulliri, 200 ml verë bardh, 3-4 lug uthull, krip, piper i zi, piper i kuq, pak arë muskat dhe majdanoz. Përse ja shtojmë uthullën, do thoni, ju kur kemi edhe verën, sepse me anë të uthullës kemi mundësi të përthithim më së miri hekurin që përmban mëlçia. Sepse një nga arsye sepse ne duhet të konsumojmë mëlçi është edhe për shkak të benefiteve shëndetësore. Atëherë, vendos vajin. Ngrohet paksa, mëlçit i spërkata me pak krip, i pudrosa me miell. Sekreti i gjithçkaje, unë them përgatimin, po besoj se gjithçka është se si ti mund ta trajtosh produktin. Dhe trajtimi i veçantë bën që ti të fitosh në jetë, të fitosh në punë, të humbasësh në jetë, të humbasësh në punë, por mua më intereson që ju të fitoni vetëm një shije në ushqim. Dhe për këtë vërtet unë ju jap garant. Në vaj, shtova direkt, ups. Domethënë, le ta lexoj unë këto recetat që kanë kaq gram përbërës të caktuar të ndryshëm të larmishëm. Ajo receta po nuk ka përbërësit kryesor që është dashuria, përkushtimi, edhe sigurisht praktika, s'ka recetë të shishme në fund. Shpesh, njerëzit mendojnë se një njeri që qesh është i lehtë. Sepse më bëjnë dhe mëlçita, edhe unë mëlçiti dua që të jenë të lehta, mos të rëndohen shumë tani. Buzëqeshja është arma kryesore. Niki tha që Albana po këndonte. Përse unë këndoj? Ju mendoni që unë sa zgjerem në mëngjes këndojmë, nuk kam nerv, nuk kam gjak, nuk kam probleme. Unë mendoj s'ka gjë të keqe. Unë i jap vetësime energji pozitive. Dhe energjia pozitive, patjetër, pra, kur themi monitorojmë gjithçka, edhe unë kërkoj që në veten time të kontrolloj gjithçka. Sepse dita është shumë e gjatë, si mund të përballojnë të gjitha gjërat pa buzëqeshjen time, pa dhënë energji në veten time, ju që nuk mundeni dot, ti jepni energji vetes, çfarë bëni? Deri në 10 merrni frymari se pastaj do kaloni sërish në pozicionin fillestar. Unë kaloj në pozicionin fillestar direkt. Është e gjitha tek afirmimi, ne çfarë themi, çfarë afirmojmë, çfarë duam çdo mëngjes, dita do të jetë shumë energjike, dita do të jetë shumë e mbar, unë do t'ja dal çdo vështirësie. Unë jam më e mira. Patjetër që po. Jo se i them për veten time, po secili nga këta për ekspertët e shëndetit mendor apo motivuesit e kanë shumë të rëndësishme ta theksojmë, afirmoni çdo gjë të mirë për veten tuaj, sepse qelizat tona kanë memorje. Kjo është arsye kryesore. Çfarë ne mendojmë, këtë ushqim i japim trurit, ashtu do të jetë manifesto të mirën, manifesto të mirën. Lasa duke manifestuar pastërtin, sepse gjithçka nga pastërtia vjen. Higjenash primar, largoj kapakun në një kuzhinë të hapur, si që jemi ne, në sytë e gjithë shqiptarëve. Dhe i kthej mbrapsht. Shikoj që marrin këtë ngjyrën e bukur? Pra i jepi negatimit kohën e vet. Edhe lyerja me miell i bën ato të jenë të buta brenda. Mos u nxitoni, patjetër është e bërzolla, te bifteku. Ose në të kundërtën, merrni një qese, shtoni kripën, piperin, miellin, mëlçit, përzini bashkë dhe lërini derisa të përthithen si mielli, sikurse dhe erëzat. Kjo ndihmon që të dalë një gatim me shije, e lë sërish. E pak thikën. Me miellin mbaruam punë. Merremi tani me pjesën tjetër, pra kemi qepën, kemi domaten, kemi pak uthull ponti, që shumë e mirë uthull molle, që rekomandojmë që ta nisim ditën me të, ka shumë benefite dhe ujë me uthull molle bio.
Përveç se përdorim dhe në gatime të ndryshme, uthulla padyshim që ka shumë e shumë benefite për cilën ne kemi folur vazhdimisht në emisionet tona. Uthulla e modës, tani kalojmë tek domatet e thara. Edhe për to kemi shumë çfarë të themi, sepse janë një super ushqim i vogël, por me plot vlera ushqyese. Ponti na sjell, na jep mundësinë që të testojmë, provojmë shijen e këtyre domateve të thara në vaj, e të zhytura këtu në vaj, dhe sigurisht duke qenë se janë, se kamera më futet deri në fund kavanozit po deshët ju, duke qenë se janë të thara, i kanë të super përqendruar vlerat ushqyese, ndaj, për vetë kësaj, ne do të konsumojmë ato edhe si një snack kur janë të thara, i heqem nga vaji, ose vajin e përdorim për gatim, ose vetëm domatet, por dua t'u them që duke qenë se domatet përmbajnë likopen, një antioksidant i fuqishëm për shëndetin e zemrës, ndaj mos i neglizhoni pa i konsumuar, si domatet e freskëta, ashtu domatet e thara që likopenin, po edhe shumë vitaminat të tjera i kanë të super përqendruara për shkak të tharjes, po ashtu me shumë minerale të pasura, minerale të rëndësishme për organizmin, si janë hekuri, kaliumi dhe magnezi, na japin shumë energji, na ngopin, pra mund të përdoren domatet e thara vetëm në gatime, por edhe si një mezvakt. Pastaj ka pasur receta dhe ne kemi përdorur her pas here. Mos i neglizhoni, janë vërtet shumë të përqendruara në përbërësit që ato përmbajnë, edhe për shkak, siç e thash, të tharjes. Tani, shtuam qepën me sapam gjatë rrugës, pas mëlçive, të cilat Albana u kujdes të mos i thante, kalon të buta. Sepse mëlçit që kanë, mëlçit sa më shumë t'i mbash, aq më shumë thahen. Po e vërtet, dhe bëhen, po. Nëse ju keni mëlçin e derit, normalisht, forcohet edhe bëhet gur që s'ka, në moment që do ta shkëpusësh, shkon llastik. Mëlçia e qingjit është më e freskët, gjë që nuk është për këtë recetë. Për këtë recetë duhet mëlçia e viçit. Po. Pra kam shtuar qepët, sikurse dhe hudhrat. Do të shtoj masën e kripës, specin e kuq, piperin, piper të zi, sërisht. Shko, të kjo ngjyra e bukur. Merrim tani me domatet. Pomodorët e that. Faktikisht. Në vaj. Kam edhe kapakun tjetër të... Këta gjemi, mos e kemi në lavaman. Mund t'i grim edhe të grirësja, apo jo? Atere, po mund t'i grim edhe të grirësja. I shtoj. Aty në vaj, mbyllur kavanozi, mund të qëndrojmë për kohë të gjatë në frigorifer. Vajni për gatime të tjera. Po, sepse ato domosdo kanë lëshuar patjetër që po. Në një ndyrë. Sidomos, po të bëni turshi. Po. Po. Okej, vendosim kapakun dhe kemi për pak. Që të mua do më ndihmoj, një sekond, do t'i vendosësh edhe domate. Sikurse edhe. Pakës fare krip. Pak fare, se kanë dhe vetë domatet. Më i provova dhe ishin kë shumë mirë. Përse jo? Me pak vaj. Uthullën. Dhe me gjithë shka, unë i grimi i bëjmë një mas të vetme. Arë moskat, ose arë myshk. Dhe, një sekundë të marrë. Ato të përshat nga nga tjetër më mirë, grirjen e tomateve. Pra ja një mënyrë se si t'i gatuani mëlqit që të dalin shumë të shishme,
I përsërisim dhe njerë përbërësit së bashku, derisa mëlqit të na skuqen apo më tepër. Bëhet si një salsë me vetëm me domate të thara. Si që thash, 500 gram mëlqi, 5-6 domate të thara dhe 1 domate të freskët, 1 qep mesatare, 4 thelpinj hudhër, 2 filxhan kafeje vaj ulliri, 200 ml vere bardh plus edhe 3-4 lugë gjelle uthull molle, krip, piper, piper i kuq, pak arë moskat dhe majdanos në fund fare për ti me një preke të tyre për ti dhënë një shije ekstra edhe për ti reguluar shijen. Shtova pjesën e domates, si kurse largoj. Ja. I lëm në ato Terezin e vetë, themin e vetë. I lëm në Terezin e vetë. Po më të duam ne, nuk i lëm asë në Terezin e vetë, nuk i lëm. Sepse... Do t'a kaloj përsëri. Mua më ka mësuar një gjë. Që vëshërsive të mia, ose në gatim, ose ku do unë t'i dalë balë. Një tigan do më bëjmë a filma? Po jo, absolutisht, ja. Vetëm ne s'kam do një vështirësi me të drejtën. Po, atëre përse? Sepse më shqetëson pak, kur vaj të më qëndroj me sobë. Unë i jap një kosje shumë të mirë këtu, dhe po të duam ne, i vendosim pak fare qumësht. Po të duam ne, ti si gose mirë, pak qumësht në fund të zjerjes së gjellës, në fund të zjerjes së fasuleve. I ajkos ato dhe jep një shije kremoze. Vetëm se ne Albana e kemi furën të blokuar për momentin. E kemi të blokuar, po lëre më ja. E lëm pak më vonë ta pjekim. Shtoj dhe pak qumësht. Dhe e lë këtu. Si që ke aty. Pak fare nxehtësi. Pak dashuri, pak dashuri. Kjo ishte pra receta e mëlqive me shumë dashuri dhe me produkte të thjeshta, por që japin vërtet lezet dhe shumë shije kësaj recete. Zgjidhini mëlqit frestat mira dhe është gjysma e punës në fakt që tek përzgjedhja e produktit kryesor. Më pas mos harroni domate të kuqe. Lëreni kështu si është, sepse është e bërë gjitha, është e bërë. Thjesht mua më duhet që të mpiksen mirë ato produktet. Çfarë më duhet tjetër? Po më duhet edhe një turshi edhe pastaj. Ika, nuk u shikoni për sot. Ca probiotik për zorët dhe të cilat duhet jenë patjetër të përfshira në vaktet tona, sidomos turshia e lakrës, që është shumë e shëndetshme. Lëngu i saj gjithashtu. Albana sot do të na sjellë një variant tjetër të përgatitjes së turshive. Shohim pak së bashku se çfarë përmban kavanoz ynë. Plot me turshi, marrim kavanoz ndërkohë andej, kur kemi të vogël ato në raft. Mi të vogël do bëj unë tani këtu se në shtëpi zgjedhim një kavanoz për gjithë familjen. Turshi me pomodor, me qep dhe me karrota. Pra, 3 produkte do t'i bëjmë turshi, do t'i fermentojmë. 800 gram pomodor, pra domate të vogla, 2 qep, 2 karrota, 1 lugë gjelle krip, 3-4 kokra bahar, 3-4 kokra kaperi, 1 lugë gjelle uthull për çdo kavanoz. Pra, një kavanoz që do të përdorim ne, do të kemi 1 lugë gjelle uthull ponti, uthull molle. Gjithashtu edhe gjethe dafine, sepse ruan ato aromën e mirë, edhe të produkteve të tjera. Edhe këtu të ma mbush pak me ujë. Po, me ujë të nxehtë? Tjerti gjysma, po, pa tjetër. Se dikur gjyshe që thoshim bismillah. Kam karotën. Pse zgjodhëm ne të bëjmë një kavanoz me këto 3 produkte për turshi? Sepse nëse na keni ndjekur, i keni edhe të rubrika jo negatimit në Reze Dielli në YouTube, i kemi sjellë të gjitha pothuajse variantet e përgatitjes së turshive, si këtu në studio, ashtu edhe në natyrë, në oborin e Albanës. Tani sa të ngrohet dhe të marri koha rrugën e vet, përsëri kemi variante të tjera edhe turshi verore, zajret verore, pse jo? Kemi
gjithë mundësit dhe kohën për para për sjell gatime edhe zajre. Pra. Na pas ka ikur ora 2 minuta, si pas ka ikur ora sot. Ka ikur ora, urdhëro. Absolutisht qepën. Tek shtresa, karotat. Kripa e zezë. E zezë e trash. Kaper. Dafin. Edhim edhe pomodorët që i presim një kryq. Në kryq. Fundi. Dhe i kemi për në javët në vazhdim, do t'i lëm patjetër në kavanoz për t'u fermentuar dhe për t'u bërë gati. Solla specat tu duan dhe pak sigurisht, por ja kanë marrë atë faqen e tyre të pjekjes, bashkë me tavën, me mbushjen e specave, shtuar në të edhe 3 kokra vezë. Edhe ki kemi, mëlqit po i lëm të vmarin, duan akoma specat, si që shikni, fura do të vazhdoj të jetë ndezur deri në fund programit dhe në basë do të kemi mundësi t'i tregojmë edhe të përfunduara. E pa dyshim, në kavanoz, pra si që thamë, vendosëm të gjitha produktet njëra pas tjetrës, qepën, karotën, domatet, baharin dhe dafinën. Uthullën po e shtojmë tani. Uthu. Dhe ujë derisa të mbushet kavanozja. Në tenxhere kemi vendosur, në tenxhere më ujë të nxehtë, kemi vendosur, si që shikni, një pecet. E vendosur këtu, e kaloj. Do zjej o tani, do ta lëm të zjej. Po. Kujdes, vendosim këtu. Është e nxehtë. Heqim edhe kujdes duart. E lëm të zihet. 10 minuta, se nuk po duhet më shumë, se kemi parë që këto receta kalon edhe pas zjerje. Pastaj i kthejmë mbrapsht. Dhe i kemi. Për këto gatime që janë këtu janë. Të gjitha gatimet e sot me shoqërohen me tushit. Sigurisht që kur t'jen gati. Të lumshin duart, faleminderit. Ndiqni recetat në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli për të rikthyer atyre edhe të rubrikës tonë fix për çdo anvis që i rikthehet recetave që na ka dëshmuar këtë gjë. Shihemi pas pak në bisedën e Rezes tonë. Mirupafshim. Kemi kënaqësinë që në Rezën e sotme të kemi të ftuar zonjën Edlira Dyrmishi, e cila është një figurë e njohur për kontributin e saj në shëndetin, fushën e shëndetit mendor, dhe e cila së fundmi ka vendosur të marrë një hap ndryshe për jetën e saj, për kontributin e saj në shoqëri, do të përfshihet në zgjedhjet e majit, i është futur aspektit politik, ky angazhim i ri si dhe pse ka zgjedhur Edlira ta ketë në karrierën e saj, dhe mbi të gjitha do të flasim dhe për një tematikë e cila prek shumë kënd, si të menaxhojmë emocionet, veten, mendjen, kur përballemi me një lajm të vështirë për shëndetin ton, por edhe të një të afërmi në familjen tonë. Mirë se erdhe, Edlira, kënaqësi që jeni në studion tonë, të cilën e keni vizituar për tematika të ndryshme në fushën e shëndetit mendor, në fushën e besimit, për cilin ju keni prej vitesh, në mendjen dhe në zemrën tuaj, por së fundmi kemi vënë re që ju po angazhoheni edhe në politikë. Si vendoset të përfshihet, çfarë ju shtyu të merrni këtë hap dhe të përfshihet edhe në fushën politike? S'pari ju falenderoj për ftesën, është gjithmonë kënaqësi të jemi bashkë. Është një pyetje në fakt që këtë kohë më drejtohet shpesh, po mua të jem shumë e sinqert nuk më vjen kaq. Më duket sikur njerëzit e din që unë vazhdimisht kam qenë një zë që qëndroj aty për çështjet caktuara, për kauzat caktuara, për të drejtat, për problematikat. Gjithmonë e kam pas të prirjen që ti kërkoj ato, jo problemet, po
të t'jem një zë më shumë për një shqetësim, për të ndihmuar dikë, një vesh më shumë, një dorë ndihme, një sy më shumë. Dhe më ka gjithmonë e natyrshme kjo gjë. Ndoshta edhe lidhur nga fakti që kam lobuar gjithmonë për pjesën e drejtave të vajzave dhe grave besimtare, për drejtën e ushtrimit besimit, për drejtën e shamis në hapësirat publike. Dhe kjo më është bërë dashur pa dashur, është bërë pjesë imja, pjesë e personalitetit tim, pjesë sfida para gjykime edhe në këtë fushë. Patjetër që ka pasur sfida pa fund. Dhe prandaj them që është bërë si pjesë e imja kjo gjëja, duke qenë gjithmonë aty në këtë rrugtimin e arritjes së një misionit ose po themi implementimit të një misioni për ta ngritur të drejtë, për sensibilizuar shoqërinë, po edhe për sensibilizuar brenda komunitetit, sepse është nga të dy palët situata, gjithmonë ka nevojë për sensibilizim dhe mua më është bërë pjesë e ime, pjesë e karakterit, pjesë e përditshmërisë, e misionit tim, edhe si profesioniste e shëndetit mendor, po edhe si një zë aktiv në publik, po themi për shoqërinë, dhe mua më është dukur që gjithmonë kjo ka qenë të bësh politik. Të përmirësosh, të bësh impakt te komuniteti jote, te rrethi jote i ngushtë, te familja jote. Sot e them shpesh sikur vetëm vajzat e mia të bëj krenare, unë kam arritur misionin tim. Në fund fare, nëse pas X vitesh vajza ime do thot po prit se nëna ime arriti deri këtu, me suportin e familjes, me kapacitetin e saj, me ndihmën e miqve të saj, po themi, se asnjëherë asgjë s'bëhet vetëm, duhet ta përmend këtë, edhe çështja e mirënjohjes dhe respekti. Po atëherë mund ta provoj dhe unë, do thot nesër ajo, dhe kjo ka qenë gjëja që më ka shtyrë gjithmonë. Dhe mendoj që jo vetëm vajza ime, po edhe vajza të tjera apo gra të tjera, jo detyrimisht nga komuniteti musliman, po e ndjej të nevojshme ta them këtë. Nesër një grua do thot, po nëse kjo zonja me shami arriti të shkojë deri këtu. Po unë që nuk e kam, mund ta kem dhe më të lehtë, sepse gjithmonë për gratë është e vështirë pak më shumë se sa për meshkujt, edhe për shkaqe kulturore, edhe për shkaqe stereotipesh. Shtoj dhe faktin po themi, një paragjykimi më shumë, komplikohet çështja. Kështu që mendoj që kjo ka qenë pjesë e rrugtimit tim, edhe dëshira ime personale të krijoj një model. Mendoj që në jetë njeriu nuk bën dot shumë gjëra, po ato gjëra që bën, nëse i bën me dashuri, të krijosh modelin është një nga trashëgimit më të mëdha që ti lëm rast. Absolutisht. Një zë i qetë si ju, një profesioniste e shëndetit mendor, një grua që ka kaluar paragjykime dhe sfidat në jetën e saj. Sa mendon se do të përballet me një politik e cila është e ashpër, është e fortë, zërat politik, shumë gra, mund të themi që edhe i kanë transformuar pak nga shumë pikpamje të ndryshme. Unë mendoj që një grua që i qaset politikës, përpara se të ketë këtë dëshirën e mirë për të dhënë për komunitetin, për shoqërinë, mendoj unë, natyrshëm i ka dhe disa premisa edhe temperamentit, edhe personalitetit saj, pra nuk mund të vitë gjëja e shkëputur. Dhe askush nuk është rastësisht aty ku është, do të thotë që e ka të brumosur të gjën, edhe qëndrimet, edhe përballen me sfidat. Sigurisht kërkohet shumë kujdes kur ti fut vesh një xhaket politike apo një kostum politik, ti ke një tjetër qasje tashmë, duhet të tregosh shumë më tepër kujdes, ti nuk operon më thjesht si një individ dhe një zë i vetëm, por je aty edhe si përfaqësuese e asaj organizate politike ku ti aderon, kështu që gjithmonë kërkohet shumë më tepër ekuilibër, konsulencë, nuk je më thjesht ti. Dhe kjo duhet pas parasysh. Por, kjo nuk do të thotë që ti zerohesh si individ, absolutisht. Dhe unë mendoj që kjo është një nga pjesët esenciale që duhet theksuar të paktën për partinë ku unë tashmë aderoj dhe në siglën e cilës kandidoj, ti jesh një zë ndryshe, dhe sidomos një zë si imi, edhe si besimtare muslimane praktikante, edhe si grua, edhe si profesioniste, po sidomos pjesa e praktikimit besimit, dua ta theksoj të gjën, sepse duket se jashtëmi si një lloj kontradikte në fakt, të cilën unë personalisht ja atribuoj një lloj stereotipizimi që ekziston në shoqëri midis asociimit të gabuar, do të thoja, që i bëhet Partisë Socialiste me Partinë e Punës dikur me komunizmin dhe Partisë Demokratike me lirinë. Unë e lidh me ngjarjet e viteve 90, me rënien e komunizmit dhe ardhjen në pushtet të Partisë Demokratike dhe kjo natyrshëm u asociua me atë lirinë.
Po, a kemi sot realisht në Shqipëri filozofi të majta dhe filozofi të djata? Ky është një debat shumë i madh dhe shumë i gjerë që nuk kemi për ta diskutuar, po thjesht kam nevojë ta ngrej këto pikpyetje tek teleshikuesit, ndërkohë që brenda siglës partisë time ose brenda Partisë Socialiste, unë personalisht kam gjetur atë lirinë, vendin tim si besimtare shumë e respektuar, edhe të qenë në lista, sigurisht që ka qenë një garë shumë sfidante dhe një rrugtim plot i mbushur me sfida, por kam gjetur vlerësim dhe ja ku jam këtu. Që do të thotë, që të doje që të ndryshoje? Nuk është ai stereotipi që njerëzit kanë, përkundrazi është krejt e kundërta. Dhe sigurisht që përveç se një pune në ekip, po edhe ajo individualiteti im është totalisht i respektuar. Dhe unë e vlerësoj që duke qenë një zonë ndryshe dhe aty brenda, kam gjithë lirin, kapacitetin dhe potencialin për të dhënë sugjerimet e mia dhe për të, në fund fare, për të sjellë atë vlerë që unë e konsideroj të tillë si vlerë. Pikërisht, te këto sugjerime do doja të ndalja, që do doje të ndryshoje ti me angazhimin tuaj në politik? Po ka shumë çka që mund të përmirësohet dhe mund ndryshohet. Shiko, ndoshta vërtet të qenit gjatë në pushtet, njerëzit i bën të numërojnë çfarë janë bërë dhe çfarë nuk janë bërë. A kanë bërë gjëra të mira? Unë mendoj që janë bërë gjëra të mira. Si reforma në drejtësi, zhvillimet në infrastrukturë, në turizëm, etj. Ka shumë që mund të numërojnë, po patjetër që ka po aq shumë gjëra që duhen korrigjuar dhe ka nevojë shumë gjëra tjera që duhen rregulluar, por unë si një zë gruaje, profesioniste dhe besimtare, mendoj që ka shumë për të rregulluar në aspektin e komunikimit, ka shumë për të rregulluar në rritjen e sensibilizimit të ndjeshmërisë komunitare ndaj problematikave, po edhe qasjen se si qasim e problematikave. Arsimi është një temë që është shumë e ndjeshme, shëndetësia po ashtu. Dhe ka shumë çfarë mund të rregullohet dhe në aspektin e sigurisë të shkollave dhe në aspektin e sigurisë ushqimore dhe shumë tematika të tjera që të ngelen për të diskutuar, por ne vim gjithmonë nga backgroundi i profesionit, vim atë idealizmin e profesionit dhe besoj shumë që ky lloj idealizmi dhe ndërgjegje, kjo ndërgjegje profesionale që na shoqëron, do ta gjej atë rrugtimin, po edhe hapësirën për të konsultuar dhe për të marrë në konsiderat. Çfarë mesazhi ka Edlira për vajzat e reja që ndihen deri diku të limituara për shkak të pamjes së tyre, për shkak të bindjeve, për shkak të besimit apo për shkak të zgjedhjeve të tyre në jetë? Çfarë mesazhi do të dërgoje? Po unë mendoj që nuk ka asgjë që mund ta limitojë një vajzë, sidomos një vajzë, asgjë. Sidomos nëse ajo është një vajzë që ka edhe disa bindje parimore, disa bindje besimi, sidomos kur bëhet fjalë për besimin, asgjë nuk mund ta ndalojë njeriu. Sepse besimi është një mekanizëm i brendshëm force, mbështetjeje, që sido që ti kesh ti sfidat përballë, ti gjithmonë e ke një frymarrje për ta parë situatën edhe në këndvështrimin e shpërblimit të Zotit, po edhe në këndvështrimin e të mirës përbashkët që ti jep, pa të humbur asnjëherë ajo. Edhe kur nuk e merr nga njerëzit. Meqense jemi tek besimi në Zot, dhe si ndikon besimi në Zot në përballimin e situatave të vështira, veçanërisht në përballjen, siç është tema e ditës së sotme, me një diagnozë të vështirë për shëndetin? Po besimi në Zot e bën njeriu që e para një herë pjesa e suportit është e padiskutueshme, është mbështetje e brendshme, por ka një element shumë të rëndësishëm. Njeriu kur ndodhen situata të vështira ka nevojë ta shikojë situatën në konceptin e sprovës. Një sprovë që ti e mendon që të vjen prej Zotit, gjithmonë e shikon me syrin që kjo ka ardhur për mirë, pavarësisht sfidës që ka brenda. Që do të thotë, përmes saj mësojmë, përmes saj bëjmë më vizionar, më të kuptueshëm, më solidar, pastrohemi, rritemi shpirtërisht me veten tonë. Dhe në fund fare, edhe kur një sprov na godet me një fatkeqësi të caktuar, një njerëz që ka besim në Zot, thotë okay, unë kam shpërblimin e kësaj të Zotit. Pra asnjëherë nuk humbet asgjë. Nga mundimi, nga përpjekja, nga vështirësia me të cilën përballet. A ka rëndësi, flas për pjesën e njerëzve të cilët në një moment të caktuar të jetës së tyre përballen me një diagnozë të vështirë për shëndetin e tyre, meqense jemi në këtë pikë. A ka rëndësi mënyra se si na e komunikon specialisti, mjeku këtë diagnozë dhe si mund ta përballojmë atë më mirë emocionalisht? Kjo është një anë, patjetër që shumë e rëndësishme mënyra se si profesionistët na e komunikojnë. Po nga ana tjetër secili nga ne do donim që t'i dinim gjërat me të cilat përballemi në trupin tonë. Edhe të mos na e thonë këtë gjë, prapë nuk do të ishte etike, nuk do të ishte normale.
Por, ajo që unë të doja për publikun ta theksoja, është shumë e rëndësishme që secili nga ne të pranoj emocionet e tij. Sepse ai reagimi emotiv është që e bën pjesën më të vështirë, sigurisht diagnozat vështira janë ashtu për të gjitha formave të reagimit, por pranimi i emocioneve duhet i bëjë njerëzit të ndërgjegjësohen që është okej të qash, është okej të mërzitesh, është krejt normale të pikëllohesh në raste të caktuara, por pa e humbur atë kontaktin me veten që jeta vazhdon, ka gjithmonë surpriza tjera, ka gjithmonë edhe në pikët më të vështira do dali diçka tjetër që Zoti e ka rezervuar për ty për të dhënë forcën, sepse bashkë me provën në fakt na sjell edhe durimin, na sjell edhe forcën, njerëzit që na duhen për të na suportuar. Po gjithmonë pjesa e përballimit emocional lidhet me pranimin. Pranimi është çelësi i gjithçkaje. Në çfarë mënyre të lira mund të bashkëtojnë shëndeti mendor dhe shëndeti shpirtëror? Po është lidhje, është lidhje e pandar. Nuk mund të ketë shëndet ose mirëqenie shpirtërore pa shëndet mendor, ashtu siç nuk mund të ketë shëndet mendor pa këtë rritjen shpirtërore. Ti ndash të dyja, është si të zhveshësh se ti trupin nga shpirti, apo është e pamundur, apo themi paraqitjen e jashtme pa zërin. Është ai zëri brendshëm. Në këtë kontekst, shëndeti mendor është i orientuar rreth atyre sistemit vlerave që njeriu ka. Ne e parashtrojmë atë, e reklamojmë, ose më themi, është ajo gjëja brendshme që ti ke dhe reflektohet së jashtmi, ke sjelljet, ke mënyra si mendon, ke qasja që ti ke ndaj jetës përditshme, është lidhje pandashme. Sa ndihmojnë në rastet e përballjes me një lajm të tillë shokues për shëndetin personal apo të një të afërmi, sa ndihmojnë terapitë psikologjike tek këta individ? Terapitë që kanë për bazë trajtimin e diagnozave të vështira apo smundjeve afatgjata, përballjen me to, patjetër që janë terapi shumë të domosdoshme, janë terapi të zgjatura në kohë, por lehtësojnë, facilitojnë pikërisht të procesin e pranimit. Për ta bërë individin që përballë vështirësisë madhe, fatkeqësisë ndoshta me të cilën përballet, të shikoj përtej, të shikoj edhe tek fakti që edhe për të vetë personin ka një shpresë që nuk duhet shuhet kurrë, por dhe nga ana tjetër të sigurohet i personi kapacitetin mendor për ta bërë të kuptoj që ky akoma mund të jap, për sa kohë është këtu me ne, për sa kohë zgjohet në mëngjes, ky prap ka mundësi të jap, ka mundësi të shijojë, dhe kjo është dhurata më e madhe që ne kemi, sepse në fund të ditës secili nga ne harron që jeta jonë është kjo dita sot. As dje, as nesër nuk e dim çfarë do të vi. Kjo që kemi sot, kjo është dhurata më e çmuar dhe këtë duhet ta shijojmë me kapacitetin ose po themi me të gjitha kapacitetet tona. Po, besoj terapia apo ndihma edhe e familjes, edhe të afërmve të tjerë, e shoqërisë, e miqve më të ngushtë, patjetër që do të jetë, le themi, në fokus dhe do të jetë ndihmë e madhe për personat të cilët janë duke përjetuar një ngjarje. Presupozohet që familja është gjithmonë aty dhe është burimi kryesor i mbështetjes. Patjetër edhe miqt, nuk diskutohet. Por mos harrojmë një gjë që shpeshherë njerëzit kur përballen me diagnoza të vështira, me diagnoza të cilat u apresin shpresat, po themi, është krejt normale të shikojmë ta njerëz që të kërkojnë një formë izolimi të përkohshëm, të tërhiqen nga bota, nga shoqëria, sepse kanë nevojë për atë kohën. Në fazën e parë po, sepse kanë nevojë për kohën me veten e tyre për ta përpunuar këtë që po ju ndodh, informacionin. Është shokues si informacion, deri në pikën që truri nuk e pranon fare konceptin e inekzistencës. Kështu që mendoj që në fazën e parë ka nevojë për këtë lloj tërheqje. Por nëse ky lloj izolimi vazhdon gjatë, sigurisht që nuk është më i shëndetshëm, sepse thash, ne duhet ta ruajmë personin të shijojë ditën sot. Sa kohë është me ne, është dhurata më e madhe që mund të shijoja, i dhe ne për ata. A ndikon mënyra se si e perceptojmë, pikërisht si e afirmojmë, le të themi vetëm përballë këtyre ngjarjeve shokuese, diagnozat të cilat njerëzit po i përballin shpesh kohët e fundit, sepse edhe sëmundjet janë rritur shumë shtuar. Kështu që fjalët që duhet i themi vetes në përballje të tilla, cilat do të ishin? Si ta ndihmonin veten për të punuar me të? Po mendoj që nuk është çështje thjesht afirmacionesh, është çështje vlerash shumë më të mëdha se sa afirmacionet. Këtu hyn në rol besimet kognitive, që ne kemi ndaj vetes tonë, ndaj shoqërisë, ndaj botës, po edhe besimet besimi si religjon. E thash dhe pak më përpara që një besimtar në fakt
nuk e shikon jetën të kufizuar me jetën dhe vdekjen, e shikon për tej. Pavarësisht se mund të duket diçka e paprekshme, në fakt ajo është ndjenjë, është diçka që ti e kupton dhe jeton me atë lloj kuptimi. Që do të thotë një besimtar praktikant konkretisht e përjeton më lehtë një lajm të tillë? Po sigurisht besimi, sepse e lidh me besimin dhe me jetën. Kjo nuk do të thotë që një besimtar nuk ka frikë nga shkëputja nga kjo botë, nuk ka frikë nga vdekja, nuk ka frikë nga sëmundjet, nuk është kështu. Patjetër që ka, dhe ai është njëri me gjithë atë kompleksitetin e tij emocional, por një besimtar gdhiet në mëngjes dhe ngryset në darkë me idenë që të Zotit jemi dhe të Zotit do shkojmë. Dhe nuk e shikon vdekjen si shkëputje enigmatike. Përkundrazi, një besimtar ka këtë qasje ndaj përditshmërisë. Unë jam përgjegjës për atë që veproj sot dhe do shpërblehem për të ke Zoti. Kështu që kjo sigurisht e mbush me shpresë, me motivim, me më shumë forcë dhe goditje dhe diagnozave të vështira i përballon në formën e një sprove. Sepse besimtari ecën me konceptin që Zoti atë që do e sprovon më shumë. Po. Për të nxjerrë atë, është si puna e atij ullirit kur e shtrydhim për të nxjerrë vaj, sa ullin shtrydhim ne për të nxjerrë atë pikën e vajit, që është aq e çmuar, megjithatë sigurisht që dhimbja është proces krejt i natyrshëm, dhe ajo që unë dua të them për publikun është që asgjë e mirë në fakt nuk vjen pa dhimbjen si koncept. Që do të thotë dhimbja na bën njerëz na ndryshon në fakt dhimbja, na bën njerëz më të mirë. Na bën realisht njerëz më të mirë, sepse kuptojmë në lëkurën tonë atë tjetrin që ndoshta nuk e kishim imagjinuar kurrë. Vetëm kur e ndjejmë në lëkurën tonë, atëherë ne kuptojmë realisht çfarë do të thotë problemi i tjetrit. Po. Dikush që është në lëkurën e kësaj gjendje, dikush që është përballur sot me një diagnozë të vështirë të sëmundjes, përpara kamerës, çfarë do të thoje? Do të thoja që gjithçka ka bërë deri sot ja ka vlejtur. Dhe nëse ka pendes për ato gjërat që ka bërë deri sot, gjëja më e mirë që mund bëj është ta flasi me njerëzit aty ku ai ndihet që mund të kishte bërë më mirë, sepse nuk kam gjë më të bukur se sa përballja me njerëzit kur flitet për çështjen e emocioneve dhe kur flitet për të thënë një më fal më shumë apo për të thënë që të dua më shumë. Dhe nga ana tjetër do t'i thoja që ne nuk mund ta dimë asgjë se çfarë do vi nesër dhe mendimi i mirë për Zotin është forca më e madhe që mund të kemi. Bukur fort. Falenderoj shumë. Turojmë shumë suksese në angazhimin tuaj të ri. Edhe padyshim do të jeni një zë i fortë, një gruaje të fortë, një gruaje që ka kontribuar në fushën profesionale të shëndetit mendor, padyshim për të dhënë akoma më tepër edhe në fushën politike. Faleminderit Edlira. Kënaqësi që biseduam bashkë. Ndërkohë, pas publicitetit, të dashur miq, ne do të kalojmë tek rubrika Bëj e vet, të cilën e kemi regjistruar më herët me Stella Nikollën, sepse mikja jon Stella ka kryer edhe operacionin e saj. Ka dalë me sukses për gjithë që na kanë pyetur dhe që besoj dhe Stellën e kanë pyetur, kështu që kjo puntat është regjistruar ditë më parë ku kemi realizuar maska vërtet shumë të mira natyrale për lëkurë pa rrudha. Jemi në rubrikën tonë Bëj e vet, si gjithmonë sjellim këshilla shumë praktike për kujdesin ndaj lëkurës, flokëve e merat për gjithë trupin. Mirë se erdhe Stella. Si gjithmonë një kënaqësi, mirë se u gjeta. Kam kënaqësi sot që se jemi bërë kështu meçi, edhe për të treguar këtë sinergjinë që ne kemi. Po, jemi bërë pak si ato zonjat e viteve 60 që ishin shumë të përkushtuara në kuzhinë. Kështu që përveç punës ne jemi të përkushtuara edhe këtu. Çfarë kishte aty kuzhina, e shfrytëzonin pastaj edhe për kujdesin vetjak. Si gjithmonë. Çfarë do tregojmë sot? Mos të humbasim kohë, kemi sekretin e bukurisë japoneze. Ndër më të përhapurat, më të njohurat, më të vjetrat. Dhe për më tepër që kush është e re, është fresh, nuk ka nevojë për shumë maska. E kemi thënë që mbas viteve 40, duam do përdorim maska për kolagjenin, për rrudhat, për të gjitha, elasticitetin, kështu që ne gjithmonë fokusohemi te plus 40. Por që nuk do ta lëmë mënjan edhe maska që mund të përdorim dhe për moshat e reja. Absolutisht. Kështu që zgjidhim çik problemet tona dhe pastaj herë tjetër. Si do t'i zgjidhim problemet e rrudhave për shembull, të rrudhave të para, të vogla. Janë ato rrudhat që edhe duken edhe s'duken. Atëherë, kemi shumë përbërës,
marrim orizin. Si gjithmonë e dim që përbërësi kryesor i në kulturën recetave japoneze nuk mungon asnjëherë orizi. Ne kemi vendosur në ujë, sa të kulloj, orizi lëshon atë lëngun e bardhë të parin dhe nuk e di në qoftë se e përdor në kuzhinë kur bën pilaf ose diçka e derdh, e shplan orizin apo? Kur bëj rizoton nuk e shplaj. Okej. Kur bëj pilafin e shplaj. Të them të drejtën duhet shplar gjithmonë. Absolutisht për të gjitha. Edhe për orizin, edhe për pilafin. Se hidhet një përbërës orizi gjithmonë. Edhe duhet shplar, sidomos pastaj për maskat që ata janë shumë të vëmendshëm. Kështu që po ta shikoni, është krijuar ky lëngu i bardhë. Tani uji bardh i orizit që përdoret jo vetëm për fytyrën që do ta përdorim ne sot, do të tregojmë një serum të jashtëzakonshëm japonez për fytyrën, por përdoret edhe për flokët. Por doja të thosha që këtë ne do ta kullojmë, do ta derdhim. Dhe orizi që është i shplar, e vendosim në një tenxhere për efekt kohe, ne kemi përgatitur para, e vendosim në tenxhere dhe e zjejmë orizin. Ja ku kemi orizin me ujin e vet. Pasi ka qëndruar pra këtu, e kullojmë në një plastë të shplar e hedhim në një plastë. Po. Pastaj këtë do ta grim. E vendosim te pasi ka zirë disa minuta në tenxhere që këtë punë kemi bërë paraprakisht mos u mbasim kohë, po edhe për kushtet e largësisë. Orizin e zier bashkë me ujin e vet siç është. Do ta grim. Okej. Ta kthejmë atë në trajt të kremoze. Siç bëjmë atë muhalebin fiks e orizit. Ja ta shohim, se mund të bëjmë edhe pak rëmujnë e këtu tani, po. Është bërë një masë e një trajtshme. Këtë masën, se mos na bie kjo, e hedhim këtu. Marrim aq sa na duhet për përzijet e tjera, sepse kemi edhe përbërës të tjerë që do t'ia shtojmë serumit. Atëherë do krijojmë serumin. Në mos gaboj, herën e shkuar, disa puntata më parë, kemi përdorur këtë kremin e orizit bashkë me farat e linit për të bërë atë botoksin natyral, pra një dyshe shumë e fuqishme dhe shumë mirë shkon me njëra tjetrën për fytyrën gjithmonë. Sot kemi një serum komplet. Është komplet tjetër. Kam shumë përbërës. Atëherë kemi marrë lulet e trëndafilit, edhe do marrim 2 lugë. Do ta hedhim. Nga lëngu që ato kanë lëshuar dhe për aromën e mirë që mund na japin, gjethet lëngjet çfarë të dëshironi, çfarë keni ju nga ngjyrat e trëndafilit në shtëpi. Do hedhim 2 lugë vazelin. Tani ne hodhëm një për efektin se hodhëm më pak mas. Do hedhim vitamin E. Kapsulat. Ose mund ta kesh edhe shishe, vaj. Shpresojmë se nuk bëhemi pis. Një... Do dhe një tjetër. Po dhe një tjetër. Ne po të morëm më sysh me fustanin tani edhe me salcët pak më herët. Kështu që... Edhe një kapsul tjetër. Ky fustan. Okej. Janë shumë të mira për lëkurën dhe për shëndetin e lëkurës, sidomos lëkura e fytyrës, me kalimin e viteve u mbet atë elasticitetin dhe për shkak të mungesës së vitaminës C, kështu që edhe ushqimet që janë me vitaminën E duhet të jenë në prioritet. Tani vajin e kokosit. Kishim vaj bajame. Vajin e bajameve. Se ndjeva edhe nga aroma. Vajin e bajameve. Pra, tek orizi krem, shtuam edhe një herë 2 lugë nga uji petaleve të trëndafilit. Petale të cilat i lam të qëndronin pak në ujë, ndoshta në ujë të ngrohtë, që lëshojmë pak më shpejt atë esencën dhe aromën e tyre. Shtuam gjithashtu 1 lugë me vazelin. Po. 1 lugë ose 2, si të sa të doni në varësi të llojit të lëkurës, se kur e kemi të thatë, për shembull të shtojmë pak më tepër dhe te vaj i bajameve, ne i përzjejmë. Nuk është se u mbasim gjë, vetëm kemi benefite, kështu që ushqehet më tepër. Ja ku përgatit. Bëhet një serum i tillë, një maskë e tillë dhe e përqendruar në vlera. I ka të gjitha ato përbërësit kryesor i ka brenda, tani kjo përveç se është ajo maska që largon rrudhat e të gjitha me radhë, e kemi dhe për zbardhimin e fytyrës, sepse ata e kanë shumë të rëndësishme këtë dhe lëkurën e bardhë. Unë duhet të them diçka që një femër me lëkurën e bardhë është më fine, si pas meje, gjithmonë, dhe si pas kulturës japoneze, i jepnin shumë rëndësi bardhësisë të lëkurës. Edhe pse me kalimin e kohës nga vitet 80, 90 në Europë, sidomos filloi që nxirja ishte më e bukur, të jemi më të nxirë,
më kalient, më të ngrohtë. Por që mendoj që ka por për rikthehemi shembull prapë Perëndimi te Evropa kjo. që do ngjyrën. Kam filluar prapë tani që të jetë kjo lëkura e Se është më bardhë. shëndetshme, nuk është më ekspozuar nga dielli. Sigurisht, sepse ishin disa gabime që bëheshin që ajo lëkura e zezë është pak më të rejse. Është e bukur, po pastaj për të arritur deri tek ajo lëkurë, ke ndenjur shumë në diell e ke dëmtuar gjithsesi me rrezet e diellit. Atëre. Këtë mas do ta aplikojmë në fytyrë dhe sa kohë do ta mbajmë aty? Tani kjo e mira do ishte të flëme këta, sepse po e tregoj, demonstroj te dora ime. Kjo tani do ta lëm derisa të përsiset, sepse e sis komplet e gjithë lëkura. Nuk është se kjo të bezdis dhe të thuash që do bëjmë pis, siç diskutuam njerë. Si do të zgjohemi ne me këtë maskë, me një lëkurë plot shkëlqim? Plot shkëlqim, do ta shplajmë. Do ta shplajmë në mëngjes. Por që kjo ta sis sa më mirë, doja të tregoja disa teknika si mund ta përdorim në kur ta aplikojmë. Po, ta aplikojmë në fytyrë. Jo vetëm këtë maskë, por çdo krem, çdo serum që i vendosim fytyrës është shumë e rëndësishme në mënyra. që të bëjmë një fiskulturë të fytyrës çdo mëngjes. Face yoga. E dim që nuk jemi aq perfekt dhe kemi kohën në favorin tonë. Vetëm 5 ose 10 minuta, nuk na kushton asnjë gjë. E di, po mund ta bëjmë në zyrë këtë aplikimin kur dalim nga zyra për. Por që na duhet diçka. Kjo për shembull, shikoj, është shumë e butë. Do me thënë rëshket dora, sepse nuk mund ta bëj unë në fytyrën time tani që nuk kam atë vajin. Dhe e mira është që me 2 gishtat e secilës dorë i palosim, edhe fillojmë, bëjmë masazh për të sytë, është si tip drenazhi. Terrasët e syve? Terrasët e syve, këtu është shumë e rëndësishme. Sepse aktivizojmë muskujt e fytyrës që ka shumë muskuj. Dhe si që jemi kështu, e kalojmë poshtë. Tani unë e kam pak të pamundur nga jaka e fustanit, por kjo është tamam një relaks që ne e bëjmë fytyrës. Vërtet, siç ka nevojë trupi për të bërë fiskulturë ushtrime, ashtu kemi të nevojshme për të bërë ushtrime edhe fytyrës, qoftë edhe në mimika të ndryshme. Ekzistojnë plot video virale nga trajnerë të face yogas, të ushtrimeve të fytyrës, për t'ju treguar disa mënyra. Të drejtën, unë jam çik e vëmendshme te këto gjëra, jam munduar që mos të përdor disa gjëra, nuk dua t'i zënëgoj për mirëmbajtjen e lëkurës, siç flasim për ato kimikatet që i quaj unë, ose për disa gjelpëra të vogla në fytyrë. Çdo njeri ka të drejtën e vetë të zgjedhë dhe të veprojë si të dojë, por unë jam me kësaj natyrales, kështu që disa ushtrime, ushqimi gjithashtu, sepse ne mund ta ushqejmë shumë fytyrën nga jashtë, por nëse nuk kemi ushqyer mirë nga brenda, me ushqime që kanë brenda antioksidant, ushqime që përmbajnë, le themi, të gjitha vlerat e duhura për të shkëlqyer ajo fytyra, vitaminat, mineralet, të gjitha që kanë ndikojnë në shëndetin e lëkurës. Pra, duket hidratimi gjithashtu është shumë i rëndësishëm për shkëlqimin. Është e gjitha zinxhir. Jo vetëm ushqimi, jo vetëm fiskultura, por dhe energjia jonë e mirë brenda, transmetojmë atë që të tregojmë të tjerëve. Kështu që janë të gjitha të lidhura bashkë. Në momenti që trupi 7% të shtujet dhe patjetër të ti nëse nuk hidratohesh dhe nuk konsumon sa shduhet në raport me peshën, lëkura do të fahet, do të rrudhet. Tepër që kemi filluar të jemi dhe pak më tepër serioz, ndoshta streset, lodhja, puna dhe ajo buzëqeshja, po pra buzëqeshja është fiskulturë. Kështu që një këshill duhet të buzëqeshim sa më shumë. E këto mimikat e buzëqeshjes e fryrjes së faqeve apo qepallat që mbyllen me forcë, janë disa ushtrime. Janë aq të duken shumë të rëndomta, por që kanë shumë ndikim. Janë shumë mira, po vetëm do dukemi çik kështu për të qeshur nëse i bëjmë. Po shumë. Bëj një herë ti këtë. Tek faqet për të shmangur dhe parandaluar, gjithmonë nuk mund të jemi të bëjmë magji me një maskë. Patjetër që ne do të kujdesemi dhe në forma të tjera, por gjithsesi maskat janë shumë ushqyese për fytyrën. Nuk po japim zgjidhjen përfundimtare, lyhet fytyrën me këtë maskë dhe u hoqën me magji rrugë. Absolutisht. Një parandalim dhe një kujdes më i veçantë. Sidomos që kemi thënë neve që janë me produktet e shtëpisë, efektin e kanë më të ngadalt, por që duron më tepër. Kështu që do të jemi pak të durueshme. Kalojmë tek pjesa e dytë, ndrojmë ndoshta vendet. Çfarë do të tregojmë në këtë pjesë? Do të tregojmë erdhi pranvera. Kemi veshur fustanet, ke veshur sandalet, dhe këmbët i duam të pastra, të rregullta. Është themrat, sidomos, që dhe nga dimri janë pak jo të ushqyera mirë. Të thata, po.
pse jo mos të përdorim disa teknika të vogla, disa këshilla për t'i patur ato thëmbrat e pastra Të të buta. hidratuara dhe pa ato çarjet. Po. Ka do një zgjidhje kështu Atëre, natyrale? si fillim mund të përdorim pastën e dhëmbëve. Çfarë do lloj paste që kemi në shtëpi, e lyejmë të themrat dhe e lëm, po themi të 30 minuta, të veproj. E mira është që të kemi të veshim, si që kemi qeskat në shtëpi, qeskat e pazarit, janë ato të hollat, ti lidhim këmbët, ti mbështjellim këmbët dhe duke parë televizor ose duke bërë scroll në telefon, mund të lëmë që të veproj. Të zbuten. Përveç se kësaj, pastën e dhëmbëve e kam parë që ka shumë efekt. Dhe mund të mos e përdorin vetëm pask, mund të përdorin vazelinën bashkë me pastën. Mund të përdorin vetëm vazelinën. Vazelinën e mbajmë gjithë natën, veshim çorape dhe flëm gjithë natën me vazelinën. Do zgjojmë në mëngjes, është lëkura. Janë këmbë të buta. Super e butë. Kemi domaten. Edhe domatja, si që kemi kështu të prerë, do i hedhim. Edhe e masazhojmë të thëmra. Pra pastën dhe domaten. Po. Ose pastë dhëmbësh edhe vazelin. Super. Dhe një masazh këmbëve, se ju bën shumë mirë dhe ju qetëson për një gjumë më të qetë dhe më të rehatshëm, për të zgjuar plot të energji, si kundër, do të përdorni edhe maskat natyrale që ne kemi sugjeruar vazhdimisht. Se do vemi që të harxojmë dhe më tepër lek, se të gjitha qendrat estetike sigurisht janë shumë të mira, ndihesh vërtet e përkëdhelur, po mund ta përgatisim dhe në shtëpi me pak kosto. Pa dyshim, një vendosje e këmbëve në ujë të ngrohtë me pak soda aty, një zbutje gjithashtu e mirë. Besoj se kjo është një gjë që e dim të gjitha. Kremi bën të vetën, kështu që kujdesemi kokë e këmbë se në këtë rast. Aq sa kemi mundësi për trupin në mënyrë natyrale për veten tonë. Po. Dyja maskat, të dyja këshilla do të jenë patjetër në kanalin tonë në YouTube dhe ju falenderojmë shumë që na ndoqët. Shpresoj që t'i merrni në konsiderat dhe na shkruani për çdo sugjerim dhe këshill që mund të na japin me produktet natyrale. Falenderoj. Faleminderit juve.